Kur flasim për Jezusin e Nazaretit, përballemi me një problem të pazakont historik. Nga njëra anë, ai është një nga figurat më me ndikim në historinë e njerëzimit. Miliona njerëz besojnë se ai ishte Mesia dhe biri i Zotit, ndërsa mësimet e tij kanë ndikuar në fe, moral, politik, art dhe kulturë për rreth 2000 vjet. Nga ana tjetër, kur përpiqemi ta shohim Jezusin vetëm si një figurë historike, pa marrë paraprakisht një qëndrim fetar, burimet që kemi janë shumë më të kufizuara. Pyetja e parë që lind është e thjeshtë. Kush e shkroi historinë e Jezusit dhe a ishte ndonjë prej tyre dëshmitar okular? Fillimi. Jezusi dhe ndjekësit e tij. Sipas burimeve të krishtera, Jezusi jetoi në Galile dhe Jude në shekullin i erës sonë, në një kohë kur rajoni ndodhej nën kontrollin e perandorisë romake. Ai mblodhi rreth vetes një grup ndjekësish, ndër të cilët ishin 12 apostujt. Ai predikonte për mbretërinë e Perëndisë, fliste për pendimin, faljen, dashurinë ndaj të afërmit dhe përmbysjen e shumë prej normave morale e shoqërore të kohës. Por historia e tij nuk u shkrua menjëherë. Kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Nuk kemi një dokument të ruajtur nga koha kur Jezusi ishte gjallë, të shkruar nga dora e një personi që thotë: "Unë isha aty dhe po shkruaj atë që pash." Nuk kemi ditarin e një dishepulli, proces verbalin e një gjykimi apo një raport romak bashkohor që të na tregojë në mënyrë të drejtpërdrejtë historinë e tij. Burimet kryesore që kemi sot u shkruan më vonë. Kjo nuk do të thotë automatikisht se historia e Jezusit është e sajuar. Në botën antike, shumë histori transmetoheshin fillimisht gojarisht dhe vetëm më vonë viheshin në shkrim. Por kjo do të thotë se duhet të jemi të kujdesshëm kur bëjmë dallimin midis asaj që mund të dokumentohet dhe asaj që besohet. Letrat e palit. Burimet më të hershme. Dokumentet më të hershme të krishtera që kemi sot janë kryesisht letrat e palit, të shkruara rreth viteve 50-60 të erës sonë, pra vetëm disa dekada pas vdekjes së Jezusit. Pali nuk ishte një nga 12 apostujt dhe nuk e takoi Jezusin gjatë jetës së tij. Megjithatë, ai është jashtëzakonisht i rëndësishëm për historinë e krishterimit të hershëm, sepse ai lidhej me njerëz që kishin qenë pjesë e rrethit të Jezusit. Në letrën drejtuar Galatasve, Pali thot se takoi Kefënin, pra Pietrin, dhe gjithashtu përmend Jakobin, vëllain e Zotit. Kjo është një dëshmi interesante për historianin. Edhe nëse Pali nuk ishte dëshmitar okular i jetës së Jezusit, ai duket se ka pasur kontakt me disa nga figurat kryesore të lëvizjes së hershme të krishterë. Një nga pjesët më të rëndësishme gjendet e 1 Korintasve 15. 3:8, ku Pali transmeton një traditë që ai thot se e kishte marrë dhe që lidhet me vdekjen e Jezusit, varrosjen, ringjalljen dhe shfaqjet e tij ndaj ndjekësve. Kjo është rëndësishme sepse tregon se disa nga besimet qendrore të krishterimit nuk u shfaqën vetëm shumë dekada më vonë. Ato ishin tashmë pjesë e traditës së krishterë shumë herët. Por këtu duhet bërë një dallim. Kjo na tregon se besimi në vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit ishte shumë i hershëm. Nuk provon vetvetiu se ringjallja ka ndodhur si ngjarje mbinatyrore. Historiani mund të dokumentojë se njerëzit besonin diçka. Është çështje tjetër të përcaktojë nëse pretendimi mbinatyror është objektivisht i vërtetë. Ungjit. Më pas shfaqen 4 ungjit: Marku, Mateu, Luka dhe Gjoni. Tradita e krishterë i atribuon këto vepra 4 figurave të njohura të krishterimit të hershëm. Mateu lidhet me apostullin Mate, Marku me traditën e Pietrit, Luka me bashkëpunëtorin e Palit, ndërsa Gjoni tradicionalisht lidhet me apostullin Gjon. Por studiuesit modern janë më të kujdesshëm. Marku zakonisht datohet rreth viteve 65-75 se Mateu dhe Luka zakonisht vendosen rreth viteve 80-90, ndërsa Gjoni rreth viteve 90-100. Nëse këto data janë afërsisht të sakta, atëherë ungjit u shkruan disa dekada pas vdekjes së Jezusit. Kjo krijon një pyetje të rëndësishme. Sa prej materialit që përmbajnë vjen nga dëshmitar okular, dhe sa është zhvilluar gjatë transmetimit gojor? Nuk kemi një përgjigje të plotë. Është e mundur që autorët e ungjive të kenë përdorur tradita shumë të hershme, materiale të shkruara më parë dhe dëshmitë e njerëzve që e kishin njohur Jezusin. Por nuk mund të tregojmë me siguri për çdo episod se cili person ishte burimi fillestar. Pikërisht këtu ndodhet një nga debatet më të mëdha mbi Jezusin historik. A ishte ndonjë autor dëshmitar okular? Përgjigjja më e kujdesshme është: nuk mund ta provojmë me siguri.
Tradita e hershme e krishterë e konsideronte Gjonin një dëshmitar të drejtë për drejtë. Po kështu, Ungjilli sipas Mateut u lidh me apostullin Mate. Megjithatë, shumica e studiuesve modern nuk e konsiderojnë të provuar në mënyrë përfundimtare se këto vepra janë shkruar drejt për drejt nga apostujt me të njëjtët emra. Luka, për shembull, nuk pretendon të jetë një nga 12 apostujt. Marku gjithashtu nuk konsiderohet zakonisht dëshmitar okular i jetës së Jezusit. Kjo nuk do të thotë se ungjit janë të pavlerë si burime historike. Do të thotë se duhet i lexojmë duke marrë parasysh kohën kur u shkruan, qëllimet e autorëve dhe mënyrën se si funksiononte transmetimi i informacionit në shoqëritë e lashta. Pra, kemi një situatë interesante. Nuk kemi dorëshkrimin e një dëshmitari okular që të ketë mbijetuar nga koha e Jezusit, por kemi tradita relativisht e hershme që lidhen me njerëz që njihnin atë ose njihnin ndjekësit e tij. Problemi i miticizmit. Nga kjo pikë lind një teori shumë radikale: Jesus miticizm ose teoria miticiste. Miticistët argumentojnë se Jezusi mund të mos ketë ekzistuar fare si person historik, dhe se figura e tij mund të jetë zhvilluar gradualisht nga tradita fetare, interpretimet biblike dhe mitet të ndryshme të botës së lashtë. Një nga argumentet kryesore është mungesa e burimeve bashkëkohore. Nuk kemi një historian romak që ta ketë parë Jezusin gjatë jetës së tij. Nuk kemi një dokument hebre të shkruar gjatë jetës së tij që të përshkruajë veprimtarinë e tij. Nuk kemi dokumentin e Pilatit për gjyqin e tij. Miticistët gjithashtu vënë në dukje se Pali, megjithse shumë i hershëm, nuk jep një biografi të gjatë të Jezusit. Në letrat e tij, fokusi është kryesisht te Jezusi i kryqëzuar dhe i ringjallur, jo te detajet e jetës së përditshme të tij në Galile. Ata gjithashtu kanë argumentuar se disa elementet e historisë së Jezusit mund të krahasohen me figura fetare më të vjetra, si Osirisi, Dionisi ose Mithra. Megjithatë, këtu duhet shumë kujdes. Kjo nuk është pikpamja dominuese e historianëve. Shumica dërmuese e studiuesve që merren me krishterimin e hershëm pranojnë se Jezusi ka ekzistuar si person historik. Debati kryesor nuk është zakonisht a ka ekzistuar Jezusi, por çfarë mund të dimë me siguri për të. Një historian mund të pranojë se Jezusi ekzistoi, se ishte një predikues hebre, se mblodhi ndjekës, se u ekzekutua dhe se pas vdekjes së tij ndjekësit e tij besuan se ai ishte ringjallur. Por kjo nuk do të thotë se historiani duhet të pranojë si fakt çdo mrekulli ose pretendim teologjik të ungjive. Dhe pastaj vjen Ponc Pilati. Nëse Jezusi ekzistoi dhe u ekzekutua, pyetja tjetër është: pse? Sipas ungjive, Jezusi u arrestua dhe ju dorëzua autoriteteve. Në fund, ai u kryqëzua nën autoritetin e Ponc Pilatit, prefektit romak të Judes. Por ne nuk kemi urdhrin origjinal të ekzekutimit. Nuk kemi proces verbalin gjyqësor. Nuk kemi një dokument të Pilatit që të thotë: Jezusi i Nazaretit u ekzekutua për këtë arsye. Kjo mund të duket si një boshllëk i madh, por duhet kuptuar në kontekstin e botës antike. Shumica dërmuese e dokumenteve administrative të perandorisë romake nga ajo periudhë nuk kanë mbijetuar. Dokumentet mund të ishin shkruar në materiale që nuk ruheshin lehtë, ose thjesht mund të ishin humbur gjatë shekujve. Prandaj, fakti që nuk kemi një dokument të Pilatit nuk është vetvetiu provë se ekzekutimi nuk ka ndodhur. Ironikisht, edhe për vetë Pilatin kemi shumë pak dëshmi të mbijetuara. Një nga provat më të rëndësishme arkeologjike është një mbishkrim i njohur si mbishkrimi i Pilatit, i zbuluar në Cezare në vitet 1960, i cili konfirmon ekzistencën dhe titullin e tij administrativ. Pra, nuk kemi një arkiv të plotë të administratës së Pilatit. Kemi vetëm pjesë të vogla të një historie shumë më të madhe që ka humbur. A ishte Jezusi thjesht një predikues apo një kërcënim politik? Këtu historia bëhet edhe më interesante. Sipas ungjive, Jezusi nuk paraqitet thjesht si një kriminal i zakonshëm. Ai fliste për mbretërinë e Perëndisë dhe u lidh me titullin mbret i Judenive. Kjo nuk ishte domosdoshmërisht një deklaratë politike në kuptimin modern, por në një provincë të pushtuar nga Roma, gjuha e mbretërisë mund të kishte pasoja politike. Kryqëzimi ishte një dënim romak dhe përdorej në mënyrë veçanërisht poshtëruese ndaj njerëzve që konsideroheshin kërcënim, rebel ose kriminal të rënd. Kjo e bën të arsyeshme pyetjen: a ishte Jezusi i ekzekutuar sepse Roma e konsideroi një kërcënim politik? Është një mundësi e fortë, por nuk mund të dimë të gjitha detajet.
Nuk duhet gjithashtu të imagjinojmë se Jezusi ishte domosdoshmërisht një mbret popullor në kuptimin politik. Ai mund të ketë pasur një grup ndjekësish, por kjo nuk do të thotë se drejtonte një ushtri ose se kishte një lëvizje të madhe politike. Mund të ketë qenë një predikues fetar që, në një moment të caktuar, u perceptua si problem për autoritetet. Pse kryqëzimi dhe jo gurëzimi? Një argument që ngrihet shpesh është se, nëse autoritetet hebraike e konsideronin Jezusin fajtor, pse nuk e ekzekutuan me një metodë hebraike, si gurëzimi? Por këtu duhet bërë një dallim i rëndësishëm. Në kohën e Jezusit, Judea ishte në sundimin romak dhe Roma kontrollonte sistemin e dënimeve kapitale në mënyra që nuk mund të reduktohen në një rregull të vetëm. Kryqëzimi ishte një formë ekzekutimi romake dhe pikërisht kjo është arsyeja pse historia tradicionale e Jezusit e vendos Pilatin në qendër të ekzekutimit. Pra, fakti që Jezusi u kryqëzua mund të jetë një nga elementet që lidh më fort historinë e tij me autoritetin romak. Se kishte nevojë për një turm për arrestimin. Ungjit përshkruajnë arrestimin e Jezusit me një grup njerëzish të armatosur. Kjo mund të duket e çuditshme. Nëse Jezusi ishte vetëm një predikues i padëmshëm, pse duhej një grup i tillë për të arrestuar? Por edhe këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Një grup arrestimi nuk do të thotë automatikisht se Jezusi kishte një ushtri ose se ishte një rebel i armatosur. Mund të ketë pasur frikë nga reagimi i ndjekësve të tij, sidomos në Jerusalem gjatë një periudhe fetare shumë të ngarkuar. Ungjit gjithashtu përmendin se një nga ndjekësit e Jezusit përdori shpatën dhe plagosi një shërbëtor. Kjo tregon të paktën se situata e arrestimit nuk ishte krejtësisht pa tension. Por përsëri, nuk kemi informacion të mjaftueshëm për të rindërtuar me siguri se sa njerëz ishin aty, kush i dërgoi dhe sa serioz ishte kërcënimi që autoritetet mendonin se përfaqësonte Jezusi. Pilati dhe pyetja e përgjegjësisë. Një nga aspektet më interesante të rrëfimeve të ungjive është mënyra se si paraqitet Pilati. Në disa prej tyre, Pilati duket sikur heziton për ta dënuar Jezusin, ndërsa autoritetet lokale dhe turma kërkojnë kryqëzimin e tij. Kjo ka bërë që disa studiues të mendojnë se rrëfimet e mëvonshme mund ta kenë paraqitur Pilatin në një dritë më të favorshme. Duhet kujtuar se ungjit nuk janë raporte moderne gjyqësore. Ata janë gjithashtu tekste teologjike dhe secili autor ka mënyrën e vet për ta treguar historinë. Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse marrëdhëniet mes komuniteteve të krishtera dhe autoriteteve romake ndryshuan gjatë dekadave që pasuan. Prandaj, mënyra se si paraqitet Pilati mund të ketë edhe një dimension teologjik dhe politik. Taciti dhe Jozef Flavi. Jezusi nuk shfaqet vetëm në burimet e krishtera. Dy emra të rëndësishëm janë Taciti, historian romak, dhe Jozef Flavi, historian hebre. Taciti shkroi rreth vitit 116 se, shumë dekada pas vdekjes së Jezusit. Ai përmend Krishtin dhe thot se ai u ekzekutua gjatë sundimit të Tiberit nga Ponc Pilati. Kjo është një dëshmi e rëndësishme, por Taciti nuk ishte dëshmitar okular. Ai shkroi shumë më vonë. Jozef Flavi është edhe më interesant. Ai shkroi për historinë hebraike në fund të shekullit I dhe ka një pasazh të famshëm që lidhet me Jezusin. Problemi është se pasazhi, I njohur si Testimonium Flavianum, duket se është ndryshuar ose ndërhyr nga kopistë të krishterë në procesin e transmetimit të dorëshkrimeve. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se Jozef Flavi nuk e përmendi fare Jezusin, por do të thotë se duhet të dallojmë mes pjesës që mund të jetë autentike dhe formulimeve që mund të jenë shtuar më vonë. Pra, edhe këto burime nuk na japin një dëshmitar okular të Jezusit. Çfarë mbetet atëherë? Kur I mbledhim të gjitha këto pjesë bashku, krijohet një pamje shumë interesante se sa një përgjigje e thjesht, po ose jo. Nuk kemi një biografi të shkruar nga një dëshmitar okular gjatë jetës së Jezusit. Nuk kemi urdhrin e Pilatit. Nuk kemi procesverbalin e gjyqit. Nuk kemi një regjistër romak që ta përshkruaj në detaje. Nuk kemi një shkrim të ruajtur nga vetë Pietri apo Jakobi që të na jap rrëfimin e tyre personal. Por kemi diçka tjetër. Kemi një lëvizje të krishterë që shfaqet shumë herët. Kemi letrat e Palit, të shkruara vetëm disa dekada pas vdekjes së Jezusit. Kemi tradita që lidhen me njerëz nga rrethi I tij. Kemi 4 ungji që u shkruan më vonë dhe që ruajnë tradita të shumta mbi jetën e tij. Kemi burime jo të krishtera që, disa dekada më vonë, e lidhin lëvizjen me një person të quajtur Krisht dhe me ekzekutimin nën Pilatin.
Kjo është arsyeja pse shumica e historianëve nuk arrin në përfundimin se Jezusi ishte një figurë e sajuar nga e para. Por kjo gjithashtu nuk do të thotë se çdo detaj i Ungjive mund të konsiderohet automatikisht fakt historik. Në mes të këtyre dy ekstremeve ndodhet ajo që mund të quajmë Jezusi historik. Një predikues hebrej shekullit I, rreth të cilit u formua një lëvizje fetare që shumë shpejt besoi se ai ishte Mesia dhe se ishte ringjallur nga të vdekurit. Dhe këtu lind pyetja më e madhe. Pse u zhvillua feja? Pasi kuptojmë historinë e hershme të Jezusit, lind një pyetje edhe më e madhe. Nëse Jezusi ishte një predikues real dhe pas vdekjes së tij lëvizja e tij u shndërua në një nga fetë më të mëdha të historisë, atëherë si ndodhi kjo? A ishte gjithçka thjesht një zhvillim natyror i besimit njerëzor? A ishte një lëvizje fetare që u zgjerua sepse njerëzit besuan sinqerisht? Apo feja mund të jetë përdorur edhe si instrument pushteti? Këtu hyjmë në një debat shumë më të gjerë. Ekziston ideja se fetë mund t'i mbajnë njerëzit të zënë, të bindur dhe të përqendruar te një botë tjetër, ndërsa autoritetet kontrollojnë botën reale. Në historinë njerëzore ka shembuj të shumtë ku feja është përdorur për të legjitimuar pushtetin. Mbretër dhe perandor janë paraqitur si të zgjedhur nga Zoti. Institucione fetare kanë pasur fuqi politike. Në disa periudha, bindja fetare është përdorur për të justifikuar rendin shoqëror. Por kjo nuk provon se feja u shpik për këtë qëllim. Ky është një dallim shumë i rëndësishëm. Një institucion mund të përdorë një ide për pushtet edhe nëse ajo ide nuk është krijuar fillimisht për pushtet. Karl Marx dhe opiumi i popullit. Një nga kritikët më të famshëm të fesë ishte Karl Marx. Kur Marx e përshkroi fen si opium të popullit, ai nuk po thoshte thjesht se feja ishte një mashtrim i krijuar nga disa njerëz të këqij. Ideja e tij ishte më komplekse. Sipas tij, feja mund t'u jap njerëzve ngushëllim në një botë ku ekzistojnë varfëria, padrejtësia dhe vuajtja. Ajo mund t'u jap shpresë për një drejtësi në një jetë tjetër. Por pikërisht për këtë arsye, Marx mendonte se feja mund të bëhej edhe pengesë për ndryshimin e realitetit. Nëse dikush beson se vuajtja do të shpërblehet në parajs, mund të jetë më pak i motivuar për të ndryshuar kushtet që po e shkaktojnë atë vuajtje këtu dhe tani. Kjo nuk është e njëjta gjë me pretendimin se dikush u mblodh një ditë dhe vendosi: le të shpikim fen që të kontrollojmë njerëzimin. Është një teori shumë më ndërlikuar mbi mënyrën se si besimet mund të funksionojnë brenda shoqërisë. Por historia nuk tregon vetëm bindje. Ka edhe një problem me teorinë se feja ekziston vetëm për të kontrolluar njerëzit. Nëse ky do të ishte funksioni i saj i vetëm, do të ishte e vështirë të shpjegonim pse kaq shumë figura fetare kanë kundërshtuar pushtetin. Në rastin e Jezusit, tradita e krishtere paraqet atë duke kritikuar autoritetet fetare të kohës dhe duke u përplasur me struktura pushteti. Në shekuj të ndryshëm, figura fetare kanë kundërshtuar mbretër dhe perandor. Disa janë burgosur, përndjekur ose vrarë pikërisht sepse nuk pranuan t'i nënshtroheshin pushtetit. Pra, feja mund të jetë njëkohësisht burim besimi dhe instrument pushteti, në varësi të mënyrës se si përdoret. Ndoshta përgjigjja është më e thjeshtë dhe më njerëzore. Para se të ekzistonin shtetet moderne, para se të ekzistonin universitetet, laboratorët dhe shkenca moderne, njerëzit përballeshin me të njëjtat pyetje themelore që vazhdojmë t'i bëjmë edhe sot. Pse ekzistojmë? Çfarë ndodh pas vdekjes? Pse vuajmë? Pse ekziston e mira dhe e keqja? A ka një qëllim për ekzistencën? A ekziston diçka përtej botës materiale? Feja mund të jetë zhvilluar pjesërisht si përgjigje ndaj këtyre pyetjeve. Ajo u dha njerëzve mite, rituale, moral, komunitet, identitet dhe një mënyrë për të kuptuar botën. Më vonë, këto sisteme mund të jenë përdorur nga mbretër, shtete dhe institucione për të konsoliduar pushtetin. Por këto dy gjëra nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Një besim mund të lindë nga bindja e sinqertë dhe më pas të përdoret politikisht. Një fe mund t'i jap dikujt shpresë, ndërsa njëkohësisht një institucion fetar mund ta përdorë atë shpresë për të fituar pushtet. Dhe pikërisht këtu historia bëhet më interesante se një teori konspirative. Kur përpiqemi të rindërtojmë historinë e Jezusit, duhet të pranojmë se kemi boshllëqe. Nuk kemi dëshminë e drejt për drejt të një dëshmitari okular të ruajtur në një dokument bashkëkohor. Nuk kemi proces verbalin e gjyqit të Pilatit. Nuk kemi urdhrin e ekzekutimit. Nuk kemi një arkiv romak që të na tregojë gjithçka.
Por mungesa e këtyre dokumenteve nuk është e njëjtë me provën se Jezusi nuk ka ekzistuar. Në anën tjetër, ekzistenca e burimeve të krishtera nuk do të thotë se çdo detaj i tyre është automatikisht historik. Ajo që mund të bëjmë është të vendosim burimet në kohë, të krahasojmë versionet, të analizojmë se kush i shkroi, çfarë qëllimi kishin dhe çfarë informacioni mund të kenë trashëguar. Dhe nga kjo analizë del një përfundim që është më pak spektakolar, por historikisht më i fortë. Jezusi historik ka shumë gjasa të ketë qenë një person real i shekullit I, një predikues hebre që mblodhi ndjekës dhe u ekzekutua nga autoriteti romak. Pas vdekjes së tij, ndjekësit e tij vazhduan të besonin se ai ishte Mesia dhe se ishte ringjallur. Dhe nga kjo lëvizje u zhvillua gradualisht krishterimi. Ajo që ndodhi në të vërtetë në momentet e fundit të jetës së tij, sa sakti kanë ruajtur ungjit fjalët dhe veprimet e tij. Çfarë mendonte Pilati për të dhe nëse pretendimi për ringjalljen është një ngjarje historike apo një besim fetar, janë pyetje të tjera. Dhe ndoshta kjo është pikërisht arsyeja pse historia e Jezusit vazhdon të jetë kaq e debatueshme edhe 2000 vjet më vonë. Nuk kemi aq shumë prova sa për të mbyllur çdo pyetje, por kemi mjaftueshëm burime për të ditur se pas kësaj figure u zhvillua një nga lëvizjet më të rëndësishme fetare në historinë njerëzore.